merr në çdo muaj. Andi Labuti, me që jemi të njerëzit që ngjajnë si Gjino, është gati për të na përshëndetur. Andi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Flavio. Po si e më djalë, si e më djalë. Mirë, faleminderit, mirë. Ke filluar nuk del vetëm, ke frikën e. Po. Ku i kanë rrobat pranverore? Ç'është kjo pallto? Po hapra u kthy dimri mbrapsht. Shumë keq. Tani Flavio, unë këtu kam një tirancin tëm, edhe ta pyesim për temën e sotshme. Si thot? Po, jo. Përshëndetje për meje, Flavio. Të përshëndet zotria. Është njëri i nderuar. I nderuar, thot? Më thuaj për temën. Okej. Atëherë, shqiptarët duan të ikin apo të qëndrojnë këtu? Të vinë. Sa tjetë zdram si gjatë, shqiptarët i ke narratisje. Kur t'higi të posi qafën e, shqiptarët i ke këtu në Shqipni. Do më thonë, për atit kanë hikur gjithë dhe po ikin? Vedëm për atit kanë hik dhe për atit do hikin, sa tjetë a i këtu. Mirë, një pyetje lindëve tiu. Fëmijët ju i keni këtu apo jashtë? Jashtë i ko. Jashtë? Jashtë. Të qasë zemra, besoj. Të dy në Gjermani. Për Zotin. Të qasë zemra. Shumë. Po, nëse... Çfarë do i bënë fëmijët tuaj që të vinin këtu? Po të kthejte si që ka qenë për para, në kone salës. Thejmë që do bëshin hajër. Po me këtë jo. Me këtë kishin një dyqan me qera, edhe 2 herë hangën gjoba, herë 500.000, herë 400.000. Dhe sa e dërzonë hikën. Një mesazh të fundit për shqiptarët. Mesazhi im është ky. Që ky zëtit s'duhet janë i gjysh emrin, jo ta shofësh me sy. Se të dhomin sytë kur e shef, të dhomin veshët kur e një gjo. Është njeri shumë negativ. Nuk e emër t'i vesh. Unë ju falenderoj shumë. Luma i që e njef, e mjera i që se njef, këtë njeri. Të falenderoj shumë. Lundëm. Rof, t'jap dorën. Dako, edhe për qafoni, mirë pafshim Andi pas pak, kur të takosh me dikë tjetër. Mirëmëngjes Flavio, në qoftë se larg qoftë Fitonorama, këtu do ngele vetëm fuksat, ose si i thon patronazhistët. Si mund të rish këtu kur nafta është në qell, supermarketet në qell, pensionet nuk dalin për ilaçe, pronat grabiten, përse të qëndrosh këtu për dëgjuar Ramën.